A i ke po gollat e Olmos me Barcelonën? A ke këshyra e Barcelonën? Po lojët e fundit, nëse shë Olmo gjatë kampionatit botëror, ka vetëm një asist. Kundër Portokalis... Malli ka më të morë me po kapten aton. Se kër edhe me thonë din nuk u zënë. Se e din qka e pret. Pisponjes. Qarë të kome nejtë. E asë për sulm atje as po diskutojmë. Se sun këthejet me atë taksin me apru mu këthyje. Mos të hen një për një heqa atë sulmin s'po diskutojmë. Ja, sulmin e ka më të mirë. Me skushën Spanjës, sulmin Francë. Katërshja sulmit është të rëzgjë. Po që kampionat po fulli, se jam molli Dy lejtari ka në sullim atë fort, se Spanja. 4. 4. Jamal edhe Olmo jënë njëjtin sen, Olises të lumet pozicion, s'moj me lutë ma mirë se Olmas nere. Dreca përzina. Mund me pas Mbappen, sulmusin dhe sulmusin e majtë. Si lojtor, po Faruk, po në qitë kampionat. Kevin? Po, po pënonat e Faruku këtu, me gjithë respektin Faruk. Olmo asë në Barcelona nuk është lojtor, është top profesionist, po jo lojtor produktive. Prek topin shumë, po jo që më nështyn ekipin me bo një diferencë sukur Mbappe që e bo një kitë gollën. Është lojtar sukur Griezmanni, që ngon shumë, e prek topin shumë shpesh, po jo që bën ai befasi shumë të madhe. A ke po gollat e Olmos me Barcelonën? A ke këshyra e Barcelonën? Po lojët e fundit, nëse shë Olmo gjatë kampionatit botëror, ka vetëm një asist. Kundër Portokalis, e pedhe vetë që Spanja... Olise soj ko? Po. Që dëgjëm? Po një dhe për gjithë më tash Olise soj ko, se Olmo Olise soj kanë. Po. Masi për këshër që Olmo në Olise soj ko Olise. Hajde, kalzëm. E pedhe vetë që Spanja kur ballavaçi me Portokalin. Po nuk po për veti, kalzëm të Olise soj ko. Dite, po Olise duket një lojë ma produktive. 4 asist ose 5. Po ty rekord është. Po ty rekord në kampionat botëror hera morën se dita që marr pjesë. Klube tani kjo devian pyetja. Po. Pozicionin ku rekord Olise në kampionat botëror drejt. Pozicionin ku luan nuk mundesh me cilësues ashtu. Tash. Tash Spanja kundër Portokalis, mujna më thonë që s'moj kemi brenda 16-shës. Apo Faro? Spanja kundër Portokalis? Po? 3 asiste Olise. Këtë botëror. Qatë sa vdeshu i? Jo. Shumë vështirë ka Spanja, në me Spanjën kështu. Top ekip, po tek nanç atje, nuk ka një nanç tamam. Ajo po. Nuk ka një nanç tamam që befason gollat çuditshme. Ajo nuk diskutohet, nuk është. Spanja s'mund të jap gollat çuditshme. Nuk është është i dallë, po nuk është nivelin e Mbappes. Ajo është nuk diskutohet. Analizën deri tash po bën më mirë si Faruko. Unë kaq di me thënë. S'ja marr punën. Kur ikni ty dhe këmë po analizë më mirë se Faruko. Jo, Faruk, kur jo në mendim, po ime si tavolinë, dhe që të tavolinë për mi. Që dorën zemër na kena ma letë. Se na edhe me afut këtë nuk është në isara. Jo, more këni drejtën e u me dhu mendimin që kërë mendimin të me jepi, normal. Se na, kolo i dhe, se cilin ka mendimin e vetë. A pajtohë se Olmo që është lojtar që Unë bën menoj befasi? që qatë pozicion është më i mirë se Olise. Që bën befasi? Lojtar që bën befasi? Olmo është lojtar që zë moment më në gol, nuk është lojtar i dakt.